Kemi kvorum, mujë me vazhdu, votojmë tash. Ne sot do të mund të kishim këto 10 milion në llogaritë komunës, nuk e keni respektu ligjet dhe procedurat. Mbi 10 milion euro të planifikuara për t'u bartur nga buxheti vitit 2025 në atë të vitit 2026 janë rikthyer sot në diskutim në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka vlerësuar se gjatë votimit të mbajtur në muajin prill nuk ishte pasur quorum të mjaftueshëm për vendimarrje, duke detyruar asamblenë që çështjen ta rishqyrtojë dhe ta hedhë sërish në votim. Ka mundësi me konstatu quorumin edhe njëre, ju lutem. Kemi quorum, mujë me vazhdu, votojmë tash. Me 21 vota për, një kundër, një abstenim ka lënë kjo pikë. Ndërsa sot, më 25 maj 2026, Kuvendi i Prishtinës ka votuar dhe ka kaluar propozimin për bartjen e këtyre mjeteve në buxhetin e këtij viti. Këto mjete janë obligime të cilat janë duke pritur në zyrën e financave për ekzekutim të këtyre pagesave. Qarët cilat vetë pushteti ja ka kriju Prishtinës, është ndarje jashtëzakonisht e keqe, cila nuk premton zhvillim, por premton mbushjen e zvrasësirave financiare. Mbi 60% e këtyre mjeteve shkojnë dedikohen për projekte që nuk ndikojnë në mirësinë e qytetarit fare, mirë po e plotësojnë atë hendek financiar që keni krijuar ju vetë. Ne sot do të mund të kishim këto 10 milion në llogaritë komunës për t'i shfrytzuar, por për shkak se nuk e keni respektu ligjet dhe procedurat, ka ndodhur ajo që ka ndodhur. Ngjajshëm ka ndodhur edhe paraprakisht me vendime tjera, e me shumë gjas do ndodhë edhe me vendime në të ardhmen. Me 34 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, kalon kjo pikë e rendit ditës.